Specialistët e sektorit për hetimin e narkotikëve ekzekutuan urdhrin e prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për ndalimin e shtesësit të shpallur në kërkim Ardian Kastrati, 56 vjeç, banues në fshatin Kçari Poshtëm, pasi gjykata e posaçme e apelit për korrupsionin dhe krimin e organizuar e ka dënuar këtë shtetas me 7 vite e 4 muaj burgim dhe i ka mbetur për të vuajtur edhe 2 vite, 7 muaj e 18 ditë burgim për veprën penale, prodhim dhe shitje e narkotikëve dhe grupi strukturuar kriminal. Gjithashtu arrestuan shtetasit VT 30 vjeç, EV 30 vjeç, AP 29 vjeç, të tre banues në Shkodër pasi gjatë kontrollit në automjetin me të cilin lëviznin, shërbimet e patrullës së përgjithshme i gjetën një sasi lëndë të dyshuar narkotike kokain, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale së bashku me automjetin dhe 3 celular. Gjithashtu shtetasi VT ishte duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. U referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin EK 42 vjeç dhe EA 31 vjeç, të dy banues në Tiranë pasi gjatë kontrollit fizik, shërbimet e policisë u gjetën një sasi lëndë të dyshuar narkotike kanabis, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër arrestuan shtetasin NR, banues në fshatin Bleran, pasi ka ushtruar dhunë fizike dhe psikologjike ndaj bashkëshortes së tij. Referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin FL 66 vjeç, pasi ka bërë kallëzim shtetasi MS 34 vjeç, banues në fshatin Shtojëri, se ky shtetas i ka shkatruar me mjet fadrom gjysmën e një objekti në pronësi të tij. Referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për një 17 vjeçar, pasi gjatë kontrollit fizik shërbimet e policisë i kanë konstatuar një shkop metalik me palosje, si ato të forcave speciale policore, i cili u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Specialistët për hetimin e krimeve të postës së policisë Theth referuan materiale në prokurori për vlerësim, pasi dje shtetasi DH 35 vjeç, banues në fshatin Grudere, ka kazuar si ishte shëmbur një mur mbrojtës në pronën e tij në lagjen Gjeçaj në Theth. Nga veprimet e para hetimore dyshohet se muri mbajtës është shëmbur si pasojë rrëshitjes së masivit të dherave. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Vaudeos referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasit LP 38 vjeç, banues në fshatin Dushaj, për veprën penale keqpërdorim me keqdashje i thirrjeve telefonike, pasi ka bërë kallëzim shtetësja JM 29 vjeç, banues në fshatin Barbullush, se ky shtetas e ka shqetësuar nëpërmjet telefonit. KS 68 vjeç, banues në fshatin Goksh, për veprën penale pushtimi i tokës, pasi kishte rrethuar me rrjeteli një tokë për të cilën pretendonte se ishte në pronësi të tij. AP 56 vjeç, për veprën penale kanosje, pasi dyshohet se ka kanosur nëpërmjet telefonit një 44 vjeçar për motive të dobta. Materialet procedurale u referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.